Burimet e gazetës Papirus kanë bërë të ditur ekskluzivisht se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka emëruar generale Shpresa Berishën në një post të ri dhe mjaft të ndjeshëm, të ngarkuar me detyrën speciale në kuadër të ushtrisë serbe. Emërimi i saj ka ardhur pas një performance të jashtëzakonshme në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe është konsideruar një veprim strategjik nga ana e Beogradit zyrtar. Sipas informacioneve të konfirmuara nga kjo gazetë, ky emërim i lartë përbën një zhvillim të paprecedent, sidomos duke pasur parasysh origjinën e Shpresa Berishës nga qyteti i Pejës në Kosovë dhe përkatësinë e saj etnike si shqiptare. Emërimi që zgjoi debat. Në ceremoninë zyrtare të gradimit të saj në muajin e kaluar, presidenti Vučić e përshëndeti performancën dhe profesionalizmin e generales Berisha, duke theksuar veçanërisht angazhimin e saj në ndërtimin e raporteve të shëndrueshme me partnerët ndërkombëtar. Sjellja e saj profesionale dhe angazhimi në ndërtimin e raporteve të shëndrueshme me faktorët ndërkombëtar i kanë hapur rrugën këtij emërimi të merituar, kishte deklaruar Vučić. Në të njëjtin fjalim, Vučić kishte përmendur edhe origjinën e saj duke theksuar: generale Shpresa Berisha është nga qyteti i Pejës dhe përfaqëson dinjësisht Kosovën e Metohinë. Kjo deklaratë, që përfshin një referencë të ngjashme gjeopolitike për Kosovën, ka ndezur debate në rajon, veçanërisht në qarqet politike dhe të sigurisë në Prishtinë. E kaluara dhe karriera ushtarake e Shpresa Berishës. Shpresa Berisha është një nga figurat e rralla shqiptare që ka bërë karrierë në institucionet e larta të shtetit serb. I lindur në Pejë dhe e larguar nga Kosova në vitet e hershme të karrierës së saj, ajo ka përfunduar studimet në Akademinë Ushtarake Serbe dhe ka mbajtur poste të ndryshme në fushën e diplomacisë ushtarake dhe koordinimin ndërkombëtar. Emërimi i saj si generale disa muaj më parë u cilësua nga mediat serbe si hap i guximshëm, ndërsa nga një pjesë e analistëve kosovarë si provokim diplomatik dhe politik. Sipas burimeve të gazetës Papirus, Berisha ka luajtur një rol kyç në disa takime ndërkombëtare të profilit të lartë, ku Serbia ka kërkuar të përforcojë imazhin e saj në raport me NATO-n dhe organizatat e tjera ndërkombëtare të sigurisë. Lidhja familjare me qeverinë serbe. Ajo që e bën edhe më të ndjeshme këtë emërim është lidhja të familjes me Demo Berishën, ministër aktual në qeverinë serbe. Të dy janë vëllezër e motër dhe vijnë nga qyteti i Pejës, një fakt që ka ngjallur shumë diskutime rreth ndikimit të tyre në politikat shtetërore të Serbisë dhe përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet serbe. Disa analistë politik në Kosovë kanë cilësuar këtë Dandem Berisha si pjesë të një strategjie më të gjerë të Serbisë për të ndikuar në opinionin ndërkombëtar dhe për të krijuar perceptimin e një shoqërie të hapur dhe integruese, duke përfshirë edhe shqiptarët në pozita të rëndësishme. Ekspertët e sigurisë të shqetësuar. Eksperti i sigurisë Bedri Elezi ka reaguar menjëherë pas publikimit të lajmit për emërtimin e Shpresa Berishës në detyrën speciale. Ai ka paralajmëruar se ky veprim nuk është as pak i rastësishëm dhe se duhet të parë me vëmendje nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Sipas burimeve tonave, generale Shpresa Berisha është ngarkuar me detyrën speciale nga presidenti i Serbisë. Ajo ka marrë një post me rëndësi strategjike në ushtrinë serbe dhe ka një ndikim të drejtë për drejtë në marrëdhëniet ndërkombëtare ushtarake të Serbisë, tha Elezi. Ai shtoi gjithashtu se fakti që ajo është shqiptare nga Peja nuk duhet të na mashtrojë, përkundrazi, ajo është një figurë që tashmë përfaqëson interesat shtetërore të Serbisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Reagimet në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale emri Shpresa Berishës ka shpërthyer në komente dhe analiza të shumta. Disa e kanë cilësuar si një sukses profesional dhe një shembull të integritetit etnik në strukturat e shtetit serb, ndërsa të tjerë kanë parë si një lojë të rrezikshme të Beogradit për të dobësuar qëndrimin unitar të Kosovës ndaj Serbisë. Nëse një shqiptare nga Peja arrin të bëhet generale dhe të udhëheqë operacionet speciale për ushtrinë serbe, atëherë çfarë mesazhi po i dërgohet shqiptarëve në Kosovë, ka shkruar një komentues në Twitter. Rasti i Shpresa Berishës nuk është vetëm një histori suksesi personale, por një treguesi ndërlikimeve të mëdha që vazhdojnë të karakterizojnë marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo është bërë simboli një realiteti të ri, ku përkatësia etnike nuk përbën më domosdoshmërisht një kufi për karrierën e institucionet shtetërore, të paktën në teori. Megjithatë, mbetet për të parë se cila do të jenë pasojat afatgjata të këtij emërtimi për kontekstin rajonal të sigurisë dhe për perceptimin e shqiptarëve në strukturat e pushtetit serb,
ndërkohë emri i saj pritet të vazhdojë të jetë pjesë e debatit publik dhe politik në muajt e ardhshëm.